Fotot e sikletshme të Giorgia Meloni tregon kryeministria italiane po përdoren për sulme politike. Kryeministria e Italisë Giorgia Meloni ka reaguar pas publikimit të disa fotografive në rrjetet sociale, të cilat ajo i cilsoi të manipuluara dhe të krijuara me inteligjencë artificiale. Sipas Melonit, imazhet e reme po përdoren nga kundërshtarët politik për ta sulmuar dhe për të përhapur informacione të pavërteta. Këto ditë po qarkullojnë disa foto të mia të false të krijuara me inteligjencë artificiale dhe të paraqitura si të vërteta nga ndonjë opozitar i kujdesshëm, shkroi ajo. Me tone ironike, kryeministria italiane tha se personi që i ka krijuar fotot të paktën e ka përmirësuar ndjeshëm në njërin prej tyre. Megjithatë, Giorgia Meloni theksoi se problemi shkon përtej rastit saj personal, duke paralajmëruar për rrezikun që paraqesin deepfake. Ajo tha se këto teknologji mund të përdoren për të mashtruar, manipuluar dhe dëmtuar çdo, sidomos persona që nuk kanë mundësi të mbrohen publikisht. Në fund, Meloni bëri thirrje për më shumë kujdes në përdorimin e rrjeteve sociale. Verifikoni përpara se të besoni dhe mendoni përpara se të shpërndani. Sot më ndodh mua, nesër mund t'i ndodh kujdo, përfundoi ajo.